Misula, 71 vjeç, inxhinier ndërtimi. Pensionist, po pensionist që punoj se së vdek pensioni. Kam disa gjana në lidhje me këtë që është kriminal. Thotë, ne në këtu kemi thënë Shqipëria është e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Ky kriminali thotë që tradhtar është populli, merre mend nga gjeni në psikiatër që ta vizitoj këtë shu. Prandaj, se cili e sjell veten, ky me rilindjet që ka sjell anën e tradhtarëve. Atje le të rri ky. Së është tradhtar, pra. Sekti rilindjes për mua, sekt kriminal dhe duhet të zerë jashtë ligjit. Ka diçka tjetër. Prallis lidhe me shumicën, thotë, sigur 500.000 veta dali këtu, unë nuk ik. Në zgjedhjet që në vjet janë 24% të gjithë partitë politike që kanë marrë pjesë. Ju, dhe kudo ku janë protestuesit, përbojnë 56% të popullsisë. Prandaj shumica jeni ju. Ulërit, sepse për na humbin atje në Sones 4 miliard dollar. Po ta mori nga kontrolli i lartë i shtetit, që 2013, dhe 2015, të 2025, humja se vjedhja e këti është 8 miliard euro, merrni raportet e kontrollit lartë i shtetit, pra, t'i kthej paret popullit. Tashi, po i bëj thirrje si pensionist që jam, të 770.000 pensionista, hajdi në këtë protestë paqësore. Nuk të keni mundësi nga bosha që keni, se s'keni për ta bëhu. E dyta, fasha e dytë e pensioniste, janë 550.000 pensionistë të cilin morin 10.000 dhe 20.000 lek të reja në mujt. Ma pak se sa 100 që paguat 260 euro. Pra pensionisti thotë, ma mirë t'jenë qeso sa pensionistë, ta që mojnë ka. Ju lutem, ju 550.000, këtu dilni. E treta, cilët jam në unë me fashën që punojnë, pensionistë që punojnë. Unë ka 6 vjetë që më dënë pension, 6 vjetë, pra punojnë. Ne jemi 135.000. Ky është hajdut, brac, gjepist. Unë së mujë më merë 312.000 lek vjetra në qep. Më merë siguri me shëqërua shpi njëfë. Po gjithë këta në total bëjnë 18 milion euro në vit, për 6 vit 108 milion euro që vjetë. Prandaj, hajdi dhe pensionistët që punoni këtu. Me këtë. Pra, ky e vjetë pensionistit edhe kur vdes, u po vdes nesër me datë 20, pra bimer 312.000 lek. Pra, kur vjetë ku formën, ky Shqipërinë e ka vjetë dhe ta vjedhi. Pra, pensionistët dashur, ju s'keni pjatën e supës në darkë, ky me këto. Ato hartën e Shqipërisë e thotë, kujt jap trafikantit këtë pjesë, kujt jap oligarkut, kujt edhe një thirrje ka për Edi Ramën. Ti nuk je kryeministër i shqiptarëve, ti je kryeministër i oligarkëve, i trafikantëve drogës dhe i të krimit. Në qoftë se je burr, se nuk e lidhje me këta, jep tërheqen, hajtë të tërvojnë. Tërheqe! E të nga Saranda, që ka ardhur se ka dëgjuar që Edi Rama apo falë tokë 88 hektar, vetëm së është një aktor turk, e kjo nëna shkret që 5 vjetë bredhë në përgjyqje për tokën e vetë që e ka me dokumenta. Besoni, shikoni lek të kësaj zonje, të kësaj nëne, e cila mendoj se këtu është zyra, një nga zyrat e shtetit Edi Ramës. Erdhi nëna e ngratë dhe po thotë të keqë që nëna Amerikë të lek më lërë të flasë. A besoni qëfar mentaliteti ka kryuar të populli për këto 35 vjetë? Njerëzit mendojnë se duhet t'i japi 10.000 lekë për të drejtën e vetë elementare për një fjalë. Qëfar krimi bën ky kriminal? Nëna do të flasi në qeshin e popullit.
pa asë një lloj shpenzimi se ky është për të drejtat, për të zhdukur pashtrësinë, krimin dhe korrupsionin që kanë bërë këta të ndyrët për 36 vjet. Folën, jepi zë hallit tënd. Të dashur zonja dhe zotëri, ju përshëndes nga lart, ju përshëndes nga Saranda. Kam ardhur për një problem një hallin tim. Kam 5 vjet që luftoj në për gjykata dhe për në prokurori. E kam pronën me certifikat pronësie edhe nuk pa jep gjykata dhe prokuroria. I kam emrat e gjykatësve, i kam emrat e prokurorirëve, i kam emrat e policive. Vete dhe nuk më përdorin si njeri, po më përdorin mu si kafshë. Ky shteti jonë, këto ligje janë, këto janë shtetë të zemë. O populli i nderuar e respektuar, aman më me këtë shtet, tiki dhe të shtuke njërë më përpara, se nuk kemi ndetëve me përzyrat e shtetit, që të qajmë një halë, të bëjmë një halë, të kërkojmë një të drejtët tonë, po nuk na japim të drejtë asnjëherë ky shtet. Përse rrinë atje në përzyra, përse luftojnë atje, përse populli uan si qëni. Unë jam një pensioniste, që marrë një pension 900.000 lekë, që nuk më dali më i lace, kam ngrënë 3 zika, me zëmër, me veshka, me gurë në tëmës, me edhe vimërtau, në për polici, në për gjykata, në për prokurori. O përndi o zotina, ku jam o përndi o zotina, o përndi male o zotina, që më kam ngrënë vetëm dhe fëmija nuk më respektojnë o përndi. Të dashë më shokin, dore e qe!